duke parë dhe duke ndjekur në rrjetet sociale, ju shpeshherë edhe lidhni me aktualitetin social edhe politik në Shqipëri, të gjithë shprehit që ju bëni. Ju e keni quajtur Big Brother të gjithë atë që po ndodh, duke lidhur dhe me zhvillimet ndërkombëtare që janë kryesisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë Big Brother po jetojmë? Jo, në fakt kam folur për situatën në Shqipëri, më tepër ku jam referuar zhvillimet të fundit dhe deklaratave të zonjës Lea Ypi, kur kam folur për Big Brotherin. Çështja ndërkombëtare dhe çështja tjetër e Shqipërisë që lidhet me zhvillimet në Shqipëri ka të bëjë me skenar të mëdhenj, të cilët janë të ndryshëm për nga vendi, gjeografia dhe për nga zhvillimet apo qëllimet politike dhe gjeopolitike të cilat lidhen me ato zhvillime. Shqipëria është diçka tjetër, bota është diçka tjetër. Mënyra se si unë flas dhe mënyra se si unë i komentoj zhvillimet, të tentoj vazhdimisht të ndërtojmë fillimisht të hedhim dritë mbi makro, duhet ta kuptojnë shqiptarët atë që po ndodh në Shqipëri dhe atë që po ndodh në botë. Nëse doni të kuptojnë pastaj se çfarë po ndodh në botë, çfarë po ndodh në Shqipëri, nëse keni pyetje specifike, urdhëroni bëjeni, nëse nuk keni, më lejoni t'ju tregoj shkurtimisht si është situata. Patjetër zot Osmani, me kënaqësi. Okej. Bota është në moment jashtëzakonisht të rëndësishëm, është në momentin e ndarjes së influencave, është në momentin e përkufizimit dhe të përcaktimit të arkitekturës së një rendi të ri botror, të cilën e kemi njoftuar ka 4 vite, prej kohës kur na thonin jeni konspiracionist dhe nuk dini se çfarë flisni. Ky skenar, kjo perde u hap 24 shkurtin 2022 kur Putini nisi luftën e tij ndaj agresionin e tij në Ukrainë, dhe më pas do të vinin në sferat e tjera të botës, ardhja e presidentit Donald Trump dhe kthimi i botës në një erë të re. Era e re është një përpallje ndërmjet Amerikës dhe rivalëve të saj të lindjes, Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, është një përballje ndërmjet Amerikës, Kinës dhe Rusisë, ose thënë më ndryshe nga Amerika si drejtuese e hemisferës perëndimore dhe Kina, Rusia dhe Irani, që janë në një aleancë bashkë me shtetet të tjera në hemisferën lindore. Jemi në një kohë tranzitore të tranzicionit botror, në të cilin bota do të përballet me zhvillime të jashtëzakonshme, ashtu siç po i sheh. Ajo që po ndodh në këtë moment është se Trump dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë marrë mendim të luajë strategjinë e dominancës absolute të hemisferës perëndimore dhe përmjet ndikimit, ushtrimit të ndikimit në gjithë hapësirën perëndimore pas kontrollit të kanaleve kryesore detare, pas kontrollit të Oqeanit Indian, Bab el-Mandabit në jug të detit Arab, ngushticës së Hormozit në gjirin Persik, kontrolli i Oqeanit Atlantik dhe më pas ardhja e fokusit të Trumpit në polin e veriut, marrja e Grenlandës, kontrolli i kanaleve ujore ndërmjet Grenlandës, Kanadas, Grenlandës, Finlandës, dhe më pas hedhja syve tek pika strategjike të tjera siç është nafta e Norvegjisë për t'u bërë gati për përballjen e pa shmangshme me Kinën dhe me Rusinë për dominancën e polit të veriut. Zoti Osmani, a jemi në një luftë të ftohtë? Jo, jemi në paradhomën e luftës së tretë botërore. Këto janë anekset e luftës së tretë botërore, e cila ka nisur, siç u thash, në 24 shkurtin e 2022 në Ukrainë dhe do të vazhdojë deri në përplasjen finale dhe shumë të fortë që do të ndërmjet Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, të cilat në këtë moment kanë preferuar të evitojnë përballjen e tyre direkte. Amerikanët i duan kinezët në përballje, por kinezët nuk duan në këtë moment përballje dhe janë duke e shtyrë përballjen e tyre dhe në këtë moment janë duke konfiguruar interesat e tyre. Kinezët dhe rusët, bashkë me lojtarët e tjerë të cilët para 2 ditësh kanë nisur manovrat ushtarake, bashkë me Iranin kanë çuar anijet e tyre për manovra ushtarake në Afrikën e Jugut, po tentojnë të marrin në kontroll pikën e vetme tashmë të kalimit që i ka mbetur kinezëve për të dalë nga hemisfera lindore në Oqeanin Atlantik dhe për të ardhur në Europë mes dhe në Amerikën Latine.
për këtë arsye Trump ka nisur dhe ai luftën urgjente për të dominuar në mënyrë absolute Amerikën Latine sipas doktrinës së re Monroe, pasi ishim në doktrinën Monroe të James Monroe si 1824, erdhëm në doktrinën Monroe të Donald Trumpit, pra e cila e ristrukturon edhe një herë arkitekturën e Monroe duke synuar dominancë absolute në hemisferën perëndimore, në Amerikën Latine, në polin e veriut dhe në planin e saj synimet e saj tashmë të qarta për të aneksuar dhe për të marrë Groenlandën. Ajo që bie në sy në këtë moment, që është tepër e rrezikshme, është dalja jashtë loje e Europës. Duke qenë se Kina dhe Rusia e shohin që amerikanët po kujdesen të ruajnë dominancën absolute të tyre në hemisferën perëndimore, tashmë kinezët dhe rusët janë të kënaqur që Amerika është duke luajtur në këtë korridor dhe po merret me këtë hemisfer dhe ka lënë Europën jashtë. Për sa kohë Europa është jashtë, kjo e gëzon shumë edhe Putinin edhe Xi Jinpingun në Pekin. Pra par nga kjo panoramë që sapo folëm, po ne jemi në aneksin e luftës së tretë botërore dhe përplasja e madhe pastaj do të ndodhë në 2027, 2028 apo 2029 në varësi të zhvillimeve në këtë pozicion, sepse bota nuk mund të ketë më shumë se sa, nuk mund të këndojnë dy gjela në një kontest. Ose do të shkojmë në një vendimarrje të re ku njëra palë do ta rrënojë tjetrën dhe do të kemi një leadership të botës siç ka patur deri më sot, ose do të kemi një bord të ri drejtues të planetit, i cili do të vendoset me vendimarrjen e re tash të amerikanëve, rusëve dhe kinezëve, por edhe lojtarëve të tjerë të cilët po synojnë të dalin nga fuqia rajonale në fuqi ndërkombëtare. Zoti Osmani, ju thoni që bota është drejt një lufte të tretë botërore, por a mund të ketë fitues? Nuk është drejt një lufte të tretë, është brenda saj. Qartë. Por a ka fitues në një luftë botërore në këtë kontekst që ne flasim, duke qenë se do të ketë më shumë një luftë bërthamore? Pra, nëpërmjet fuqive bërthamore, a ka fitues? Jo, nuk ka luftë bërthamore në kuptimin shkatërrues, sepse lufta bërthamore është fatale dhe këtë e din të gjithë, këtë e din edhe amerikanët, edhe rusët, edhe kinezët. Unë ju a shpjegova më sipër dhe ju thash qartësisht, jemi në paradhomat e luftës së tretë botërore, jemi në fushën e stërvitjes, po bëhet nxemja. Si do të shkojë kjo, atëherë do të shikoj se si do të përgatitet përplasja e madhe. Përplasja e madhe nuk është domosdoshmërisht ushtri që do të shkojnë të pushtojnë vende të tjera. Përplasja e madhe bëhet nëpërmjet kush do të kontrollojë korridoret ujore, kush do të kontrollojë naftën, kush do të kontrollojë energjinë, kush do të kontrollojë mineralet e rralla, kush do të kontrollojë polin e veriut, kush do të kontrollojë fabrikat dhe industrinë e microchipave, kush do të kontrollojë Tajvanin dhe si do të shkojë marrëveshja e re botërore ndërmjet Amerikës, Rusisë, Kinës, Indisë dhe Japonisë. Është një peshë e re që po eksperimenton rindarje të zonave të tyre të influencës në të gjithë planetin, dhe kjo rindarje do të përcaktojë zonat e reja të influencës dhe do të përcaktojë ritmin e përplasjes së madhe për polin e veriut apo për microchipat, sepse dominanca e ardhshme botërore është e lidhur me supremacinë teknologjike, është e lidhur me supremacinë artificial intelligence, është e lidhur me supremacinë në mineralet e rralla, pa të cilat nuk mund të ketë epërsi teknologjike.